Amma ba'd, Allah në zhvëgjale falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Të nderuar vëllezër, një prej temave që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kujdesej ishte edhe ta kthej të mirën me të mirë. Ta kthej të mirën me të mirë. Shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij se i dërguari i Zotit njëherë po udhtonte me ushtrinë e vet në një udhtim në një mision, edhe ecën aq shumë në përshkretin sa u lodhën edhe deshtën me ra me fjet, e gjetën thot një vend mirë, të pa imagjinueshëm, çaq i rahatshëm për me pushu natën në fjala. Thot, kur u zgjum në mëngjes, po lypim ujë aty pare se tërë normal nuk kanë pa, thot nuk kishte aty pare ujë. Po ashtu edhe me veti këta s'kan pas ujë me marr abdes, e dikush kishte nevojë edhe me u pastru komplet, po ashtu edhe kafshëve tyre me u dhanë me pi. Atëherë, thot transmetuesi, pejgamberi alayhi salatu wassalam i çoi dy burra me lyp aty pari mos po gjojnë ujë. Njëri prej tyre ishte Aliu radhiyallahu anhu, edhe një tjetër, që transmetuesi nuk e mban mend emrin e tij. Në Islam, të nderuar vëllezër, çështja e kërkimit ujit për abdes ose për gusël që mu fal pastaj, ka begu disa rregulla kur ka drejt besimtari nëse s'ka ujë ose s'po mund me gjet ujë, mas sa minutave ose mas sa kilometrave nëse ka lyp, atëherë bjen kjo dispozit edhe kalon te opsioni B, tejemumi. Gjithsesi pejgamberi alayhi salatu wassalam i dërgoi me lyp një herë ujë, nëse s'gjon ujë, atëherë tejemum me marr, normal. Po nuk ishte vetëm çështja e abdesit ose e guslit, ishte edhe çështja e pirjes, për vete edhe për kafshët. Pra, nuk ka qenë Ramazan. Këta dy burra lypen ane, lypen këne, në të gjitha antë, në 4 antë, sa jam mirë kemenja që mujnë me lyp, edhe nuk gjetën. Por, e panë, thot një grua të më shume, cila e kish pas kafshën e saj, ajo vetë për dore, për konopi, për litare, edhe dy enë me ujë, i kanë thonë për para dhe brinj. Dikush prej ush i ka mërija ato, dikush veç i ka pa ndoshta në televizor, të drunit me një vrim, me një hapje, pasaj mbyllët e vrima, me mush me ujë, me hek ujën, me derdh ujën e kështu me radhë. Mirë, po ato nuk e kanë shu, ujën zakonisht e kanë majt edhe janë konë të nëreqme për qatë punë. I thanë kësaj plakës, mos e panë që ka ujë kjo pas ka mush ujë dikun, sigurt. I thanë, a na tregon ku është uji që të shkojmë na jep orientimin djathtas majtas ka, që të shkojmë edhe ta gjojmë sigurt, pastaj t'i kallëzojmë pejgamberit me ushtrim me shku. Plaka i tha, na tha jemi një vend ku nuk kemi ujë, një kabile, një katun i vogël. Thotë edhe po ju tregoj që para 24 ore prej që tash, unë jam nis për ati burimit më artë të kënina. Dhe më thonë, tash kjo prej fshatit vetë, ka shku taj burime. Kur o këtuj të kënina, që tu ku e kanë zate këta 2, 24 orë i ka bon. Edhe desa shkon katunën e vetë, 20 desa. Po jep me kuptu që është problem nëse ju e janë të vyt ujë me njëherë, me pi ose me marr abdes, ka mi shku sabaje, dreka, i qenia, namazet kanë mi shku. Atëherë i thanë, duhet me bo diqka,
hajde me neve të shkojmë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Plaka nuk e njeftë Resulullahin, por kishtë një për ta, kishtë një fjalë të këqia. Se normal, mushrikët nuk kanë folë mirë, po kanë shpif. Edhe ju e dini se gjithmonë shpifja është prej mjeteve të luftës psikologjike të armiqve, aq më tepër të armiqve të humbur. Ose ta gjon sipas tij një vrejtje, ose ta shpif diçka. Edhe këta na shohim në moment të njerëzit të cilët nuk kanë argumente, kur debaton me ty, kur ti ke arrit ma shumë saj në dije ose në pasuni ose dikun, pa marrë parasysh, çka bën? Ti e lodh të punu ditë e natë, me mri të parët, me halal. Çka thot me drogë është të marrë filani. Prandaj në kohë të pejgamberit alayhis salatu wassalam kanë shpif për ta. Kanë shpif. Kretë kanë njoft pejgamberin si besniku. Qatë që u konë besnik, 40 vjetë. Pastaj në fund, kur s'kanë mund mu ballafaqu me të vërtetën që Allah e ka dërgu ata, i kanë thonë gënjeshtari, rëndësi. I kanë përdor edhe shpifjet, edhe paragjykimet, pse jo edhe sulmet fizike, edhe pse s'kanë mujt pejgamberit alayhis salatu wassalam direkt, ama shokëve ti po. Këti aty këtu rrallë, po jo rregullisht. Pra, nëse dënë me ditë filoni është në hak ajo, kush është në drejt këqyre shpifjet të cilat bëhen ndaj personit në fjalë. Kjo është përdorur normal ndaj muslimanëve edhe me kalimin e kohës, ku është shpif për ta, vazhdon të shpifet. Ju i dini të thonë se, për shembull, një prej luftave globale që e bëjnë kundër muslimanëve janë gazetarët dhe analistët. Që nëse një sulmues me një i çmendur psikikisht e ka emrin Hasan e Hisen, e lidhin me njerë me fe, me terrorizëm. E nëse e ka një emën gjerman ose amerikan, nuk përmanet meselja e fesë. Po jo, po kjo konë musliman. Po dha jo konë i krishter ose hebrej ose budist ose çka ka lidhje nëse e ka bon, pse këti ja lidh me fe, ati nuk ja lidh me fe. Se është në pyetje shpifja. Edhe ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur s'kishin argumente mu ballafaqu, i thojnë, i patën thonë, është ba sabi. Sabi, ai cili ka lanë, dhe më thonë, adhurimin e zotave tyne të mëdhaj. Para mendo çfarë humbje ka bo pejgamberi, se s'po e adhuron mo gurin edhe drunin. Humbje madhe. S'po adhuron një drun që o konë deri dje, les, ju ka tek dikuja dhe qka. Hajde t'ja jep një skulptorit do pare që të gurin ose që të drunin dhe t'a bëjnë një zot bukur, edhe le t'ja nxjerrë emrin zoti i filonit ose i fistekit tash me adhuru. 360 zota kanë qenë mrena në qabe, edhe rreth saj, po ashtu, hala tjerë, edhe po ashtu jënë konë do kryesorë dhe do matë vegjel, që i kanë adhuru. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, kër i ka thonë, mos e adhuroni këta, duhet me adhuru krijuesin e gjithësisë, Allahun xheleshanu, krijuesin e tokës dhe qiellit. Kur i ka pyet kush i ka kriju tokën e qiellin, ata kanë thonë Allahu. Kanë thonë Allahu. Kanë thonë. Subhanallah. Të paktën janë konë ata të cilët se kanë besuar Allahun, po mekasit e kanë besuar Zotin. Por bashkë me të kanë besuar edhe do zota të vegjël. Do ndërmjetësues, do prandaj për fat keq, të dashur vëllezër, aman, për hir të Zotit. Për hir të Zotit, ibadetin, adhurimet e juaja, shpresën, me majtë i myt, duat, mos ja drejtoni kërkuj përveç Allahit. Mas për rizat Zotit. Se dhe pejgamberi kur i ka pyet mekasit, pse po i adhuroni këta zotat rreth Qabas me gure, me drume? Ka thonë, na din që është ai Zoti i madh atje nalt. Këta i adhurojmë, këta me na ofru neve të Allahi. Po ai madhi, po dhe këta janë. Na vetë na pranon Zoti. Në Islam nuk ka, Zoti të pranon vetë direkt.
Andaj na kur pendohemi, unë për ndëgjëm një emision për e tregon dikush një tregim për një pendim, dikuj thot ka shku filon është rëfyt të hoxha. Nuk rëfejet njëri të hoxha. Zban ti rëfesh të Allahi, i kalzën, fjale mu rëfyt, më thonë me i kalzu, Zotit me i kalzu, më katë të tu, o Allah, ku mbo këtë gjuna, o Allah, ma falë o Zotit jam. S'muju në me thonë ty ta fali Zotit, ty s'ta fali Zotit. Veç Allah e di ku ja falë. Çka me bo, ne jemi të pamvarën në ibadet ndaj Allahit. Të pamvarën nga njerëzit e kam fjallën. Na direkt me Zotin kena punë. Kjo është dallimi atyne, prandaj me pas kujdes, i shkoni burri mirë, e ka deka i burri mirë, e kanë boni tyrbe, e ka pa djali vetë në ndër, e kanë qunë njonin, s'ka fol, masani na ka fol. Këto e në lojnat shejtanit. A mujnë me ndodhë? Po, mujnë me ndodhë. Qysh? Mujnë me fol? Po, mujnë me fol. S'ka fol, ose deri dje ka fol, së s'po fol, nesër ka me fol. Ku ta qenë të qaj vorre? Po, apo që hoqë që po fol ka? Po ti kuptoje esencën e problemit edhe kuptoje shejtani që ka banë. Është një fëmijë mirë, qohet shejtani trap, me magjinë e magjistarit ose me pa magjinë e magjistarit, daj me i bind popullin se qaj vorre janë tyrbe e madhe e mirë, qohet edhe ja blokon të folurit fëmijës prej mësyshit ose diçka. Nëse me i lexu Kur'anit i fëmijës, e me dhon sadak, me u lut Allahut, çka bën njerëzit, shkojnë te ja çan nëndër, ja çan babës atij fëmijës ose kojshis ose dajs ose tezës ose hallës. I thot nëndër, shejtani, se shejtani nëndër lun ma shumë. A edhe çut po lun e lemo nëndër. I thot, nëse dani me pështu filan djalin e juj që s'po fol, që 3 vjet, merreni çani te filan vorri se aty është njëri madh aty, një evlia i Zotit. Edhe ky çohet i thot familjarëve, e kumpani ëndër çështu, çana bëra te filan vorre? E çojnë atje, djali e nis me fol se shejtani masane ja hek, se kanë qut te leximi i Kuranit. Te rruga sakt. Edhe kur ta sheh ja nis fëmia me fol. Pasha Zotin thot djali jam, e kum qu, ka fol masane. Shejtani ka mundësi me marr kamët njerit, me marrë, bllokon, mos me mujt me ec. Edhe çan te filani, te filan magjistari, te filan mashtrusi, thot pasha Zotin është i fort filani. Te filan tyrbja. E kemi qu 4 veta, s'ka mujt me ec. Ka dalë kom 2 veta pe aty. Edhe ti nalesh, la ilaha illallah, mi besu hoxhës që ka thona. Po, sepse edhe në smundjet fizike ka hise shejtani. Shejtani mund prek në venën në trup të insanit. Nyje prek edhe ta blokon. Ka mundësi. Edhe çka me bë, do të më drejtu Allahit. Ku ti thu nuk ban këtë vorën me thot, po na besojmë Zotin, po këto Zoti e kalon, këto të madhe kalon Zoti. Se kur ka kalu çiknena bageri, a din kjo fora bageret? Kjo kamas është. Bageri, ama kur shoferi bagerit s'dihet ku shkon. Gjithë, kur ka kalu bageri çiknena, ka ndash me prish këtë tyrbën, këtë vorën, edhe o bloku bageri. Kjo fore e bagera bëkon edhe në kohën e Aliut, pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çdo ka dalë një lis, ka dalë aty, i shkoni një lis, tha po fol lisi. Lisi po fol, lisi madh. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam tha shkoni prejnë atë lisin. Ose nëse zgaboj mas dekës pejgamberit alayhis salatu wassalam, kohën e Abubekrit, të Omerit, aty dikun. S'është më rëndësi është mesazhi. Edhe ajo kabilja që i besante me 100 vjet po fol lisi. Po fol, për me po fol. Nëse s'po lëviz goja lisit aty, veç po dal një zonë për lisit. Edhe kur shkoj Aliu me një shok të vetën me prej, i tha ai fisi ku për ty, a di çka më bë? Ka me të myt, ky kështu e ky ashtu, kjo është Zot. Allah e kalon shaj këta. Edhe shkoj, tha ka me të bloku, ka me t'i marrë durt. Shkon aty i hinjen sakice sharr,
edhe u bon kurse u blokun. Ku na blokoj? Ju kena thonë. A dhe në të hajgaret, forët me pastaj e vazhdu në prejen. Në momentin që hynin mrana i shkon lisi, për arsye se ka qenë i vjetër, 4-500 vjeçar, ka qenë thatë mrana, është kalbë, është del aty një e gjin, sepse Allah Zhel ka mundësi me mundësu njerëzve me pa ka herë për me vërtetu hakin, del për aty me flok gata, edhe ikë për pjetë. Të besosh në këto sene të ndërun vlezër, e prish besimin, se aty po kthehem. Pejgamberit kanë thonë, o prish, se s'po i beson që ty në seneve. S'po i beson tyrbeve, vorave, dëvdekurve. A din që, elhamdulillah, tash ka dije, interneti, librat, rrjetet sociale, edhe është ngrit vetë dija. Kur s'kanë ekzistu këto gjana, para vitit 2000, na kemi një varë aty në fshatin ton, edhe baba filan, aty edhe një përbindjeve të mëdhajt, s'kan pas ide mas dekës që ka ndodhë, s'ka pas ide ku shkojnë shpirta, qysh është jeta pas dekës, se shpirti shkon tjetër ka, shpirti nuk është aty të përflit aty në varë, au ma qel një derën se më zofryma, e kuptan? Nuk është aty o vlazni me bërtitje, ku tërë që ka me ba aty une. Se perceptani kështu, jetën e varezave të botës tjetër, ma bot pak, ta një fëmijë dalin menç. Edhe qonë ata lugatat aty, apo pëtën, dalin me dhamë të mëdhaje, me ku e di qka. Ka qenë bindje në mesin e shokëve tonë aty se zvan me kalu kavorat se qonë ta lugatat. Si të ndilli u kry, se po ma kputën këtë video në pale që ka bëjnë me këto informata. Edhe tash, fëmit, la ilaha illallah, ku për neve, qa me po me hinë në shpe se dalë qonë lugatat pivorave. Mi mirë, pëse s'po qonë, s'qonë se na kena këtë tyrbën, babën filan. Sa të dënë dhe njëne me që u krytë për pjetë, baba filan e thotë, ola atë, edhe fërët sa ta ulen. Edhe tash nga thonim vetë me vete, elhamdulillah që kemi babën filan. Po mu më brejke një, mirë na kemi, po filan katuni që s'ka baba filan, ku për ata, po qokën të ata. Lazni, duket si hajgare, si pashallajnë, kjo të aprish besimin, kjo të aprish imanin. Pasaj të shku njerëzit të e nëreq atë tyrbe, atë vare, të e lyje, të e... Pse? Se vapë të Zoti me fitu. La ilaha illallah. Kur të vdes njëri mbyllët me ta, u kry puna ti, Allah i mshirov të e qoftë në xhenet, e shpërbleft e me dhonë sadak për ta, e me bo dua, s'ka. Prandaj pejgamberi kur i ka kundërshtu këto sane, i kanë thonë ka dalë o prish djale, burri, se 40 vjeçarë konë. Po këthejmë të tema. Kur i ka zatek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë plakën me ujë, për ata që serdhen, ka në kështë ujë, 24 orë du të me ecë, kanë metë pa ujë, kanë metë pa namaz, pa villon kafshve. La ilaha illallah. Qka me ba? Tha, ban be, loke tha mi qelë këto enët, edhe me qitë ujë në për enët e veta ka i kanë pas ata, e mi udhon kafshve, e me marr abdes, e me pi, edhe mi mush enët, mi marr me vete, dhe zdi sa ditë po du të me ecë. Atëherë, kjo tha, po, shumë ata një ushtri, plaka ka metë, tha jeti qaj që ke dalë pi fesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, qashtu po thojnë, qaj jam, që s'pi besoj shtyne drunëve, shtyne gurve. E kupton sa krenarit jep dini Allahit. Asë të jomeri, një ditë penin të ka, peshojnë gjinja të ka, ma se jo bon kretarë, qa kipë se bëkan? Tha, qysh mës me ka? Qa ty pëkan, qa ty pëkesh? Tha, pa adin tha kur imi kanë, tha, para islamit në të njërancën tonë që, kur shkonim me prashit kalamaq, unë e po dhamë qashtu, me punu unarë. Kanë pas hurmat, i kanë marrë jo kaneka të fare dhe kanë pas si brum, i bukës. Edhe
kur ka shkuën, për me shku në are, ka marrë ka në reqë, atë brumin e ka bon si zot. Odën, me pyet fëmija, çka o bab kja? Zoti, sot o zoti, ç'kjo zoti sot? Ç'kjo, pi brumit. Jepja formën ç'është dushti. Jepja formën, bani aty, sytë, gojen e tjerë e tjerë. Tha, bënësha ibadet e adhuroja. O lodh, të punu në arë, tash mi u lut ati, pale që ka lut, së di. O zot, një mëm, ta kryarën sot, pa përëndu djeli më smarë nesër, se du të me shku punë që tjera. Tha, e adhuroja, qatë zotin që ka nërëq pi brumit, hurmës. Dikur ka mazditja, ka akshome, pa buk, koha, zemani, fukarallëku e tjerë. Tha, unë tosha, është urit, qka me bon, e tash zot, shtërngëj e vete, se Allah ka me të hangër. Edhe tha, mirë që e hajsha. Tha, qka po më që dit? A me ka, a me kesh? Bën ibadet të nditën, në akshom haje. E kupton sa e ka liru Zoti Gjeleshanuhu njerëzimin nga robëria psiqike e imanit. A di që të më thonë, Allah ka përmenë Kur'an, ata të cilët dalin prej dinit Zotit, ata që s'janë din Zotit, jetojnë me gjaks të ngushtum. Gjyksi, o vllazni, gjyksi i ngushtohet ati njerit. Thot, është njëjtë si kurse me rapi qelit, një njeri me rapi qelit pa të maska në mbrojt, se kur të bjen të poshtë ajri që po hyn në trup njerit, s'po mu i ka me marë frim për ju ngushto ka gjyksi. Këta normal mund me vërtetu ata që lexojnë ma shumë rreth kësaj çështje, se nëse është pa ato maska të mbrojtëse, qysh mund me të në siklet, s'mund me marë frim rahat e tjere tjere. Kështu është, ka ardhë, Allah e ka qu prej Ademit a.s. Islamin, që mësë më në nështru kërkuj mës teje dhe Zotit. Ta shte ke bo një gjuna pak më të vogël, për me ta falë gjunojnë une, 5 euro, unë ta caktaj. Për ke bo një më të madhë një gjuna, 500 euro. I ke bo 2, 1.200 po me 700, se pako, 3 në 1. Nuk shkon kështu në Islam. Bile gjunat tu ati nuk ki drejt, nuk ki nevoj kërkuj me atë regu përveç Zotit. Allah falme. Qka ku mba me sme dhe Allahit është probleme jam. Nëse këmi hynë hak dikuj, mundohë me alyp halalin, ose me a këthy hakin. Ama me më detyru mu, a më pranohet mu namazi aty, qëtu në gjami, kërkuj së mund më detyru. Problemi jam është a më pranohet, unë veç për Zotit e lypi, me ma bo kabul, edhe ti e lypi veç për Allahit. Slidhet me hoxhe, slidhet, se kjo është, prandaj është, ti jesh i lirë shpirtërisht, ti jesh i lirë, shpirtë ytë mos pukonin varën për kërkuj veç për Allahit. Ibadetet mes te dhe Zotit, Ramazanin kërkuj se di, a jetu agjëru, as jetu agjëru mes te dhe Zotit, një jetin për qa ke bo, a ke bo për izat Zotit, a ke bo për dijet, mes te dhe Zotit, mëkatët që e ke bo, mes te dhe Zotit, thash, pendimi mes te dhe Allahit. Gjithsesi, pastaj, u këthy, pejgamberi e mur i qeli ato endë, për ju qatë ujnë për ene, po mushën me ujë, e po pinë kafshët e plau ka ullë që aty veç po qyrë. Qyrë që shka mujtë ajo kafsha vetë magara që ka pasa deve, kala. Shka mujtë me bajë gjithë këtë ujë spanalet ujë, po pinë një ushtri, po pinë kafshët një ushtri. Pejgamberi a.s. për i thotë asaj, mësu gajla se nuk sosët uje. Kjo është mrekullia Allahit që e pejgamberit a.s. Edhe pastaj mbyllë e në tha e në plotiki, kur të qështë të katunit. Ju tha sahabëve, shpërblene këtë grua. Qka? Nuk kishim pare. Njoni 2-3 kokra hurma, tjetëri 5-6, tjetëri një copë buk, tjetëri diçka, qka kishin mundësi, jam lodhen, e hypën në kafshën e vetë, jam lodhen një bofqë ose bofqëllëk, i kanë thonë për vare, këta ma vjetët e din, një diçka me ushqime dhe i thanë ta shka. Kur shkoj në katunin e vetë, ajo që ditë. Tha që kun pa, tha që dija. Dine tha filan njeri që kanë thonë ka dalë pi u dhe Zotit. Tha i,
po bojnë ke mrekulli, çështë që ti kallzoj tregimin e vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka shkuar nëpër katune të asaj nahije, të asaj rrethine, ka ndodhur që është ballafaquar me katune të tjera për X raste, veç me katunin e saj jo. Kjo plaka e mëshme i shkon. Edhe i thot kabiles vetë, mas 3-4 vjetë, thot, a e keni pa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me katune tjera? A ka ndodhur që me trokit në ndyrët e katunit tonë ose marrë me bo në ekspedit ose në përcjellë me këshyrë mos ka armeq e tjerë, ka qub ekspedita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe jo vetë ai, po i ka qub 5 veta, 10 veta, 100 veta në varet për rastet. I thanë po. Thot, a din që ka mundësi për shkak se atë çështjen e ujit, kështu e ka majtë në men edhe po na kthen me të mirë, mos më u friksu na e tjerë, më ndit sigurt, thanë ka mundësi. Atëherë tha unë po e propozoj një gjë, kjo plaka, e ju tha analizojeni aty ata burrat e mençëm të kabiles, të fisit. Tha unë po propozoj që me e pranu Islamin se veç se ky burr dhe kjo fe që ka vërteta. Edhe shkojnë te pejgamberi alayhi salatu wasalam të bër musliman. Pra, edhe ka shpërbly atë plakën që se ka harxhu ujin me ushqime, plus edhe e ka vënë në siguri ta jetën fisin e saj. Kjo ulemat e kanë përmend një dobi, normal ka shumë, po një prej tyre është kur ki punë me dikon një herë, mundo mos me harru të mirën. Për shembull, ka njerëz të cilët ke punu te ai, ja ke luj shpinë, ha? Ke punu një muj ke punu me ta. Nuk është e hishme sa po të kryet e shen, ne jemi një vend i vogël ku e njohim një tjetrin. Nuk janë ato metropolet e mëdha me 1 milion, 2 milion, 10 milion banorë, qytete ku gjithë secillit i intereson jeta vet. Nuk mendoj që është shumë edukative që ke hungur bukë në shtëpi, sidomos përpara kur kanë hungur bukë te i Zoti i shtëpisë. Edhe në fund kur ta shën rrugë mos më fol. Po, nuk i folesh nëse se ke bë punën mirë ose si e da mirë me ta. Dhe njëri ose tjetri ose ai si ka dhënë parat, e ka një hile një prap. Por ndryshe, pejgamberi një herë ka pa këtë gru, këtë plak, edhe ta një jetën e ka siguru fisin e saj. Kur ki punë me dikon, s'paku një selam, ja dhon, është edukative. Edhe fundit të dashur vëllezër, një herë pejgamberi alayhi salatu wasalam diku i ka marrë borxh. Edhe kur ka ardhur vakti me kthy borxhin, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë borxhin, po ashtu ja ka dhënë edhe një dhuratë ekstra prej ushqimeve. I ka thonë ai e kënaqur me dhuratën, ai ka thonë a ki hala. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë po, unë. Ka thonë tasha u kënaqe, thot a ki hala. Ka njerëz që janë pangjishëm. E ka marrë hakin e vet lyp më shumë. Ja dha për streti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha tasha a je i kënaqur, tha po. Shkoi personi dhe tha Resulullah, tha është të mumush mania, mos me pas punë me çdo njeri, veç me ensart, me muhaxhirt, me ensart, edhe me një fis thaqif ka qenë fis begu me nam. Jo me çdo kanë me pas punë se na kemi një fjalë popullore, nuk ja vlen çdo kuj mi cakat nder, se ta nxerr, por hunë ta nxerr. Unë po jap një detaj se neve na prek në vendin tonë, nëse jeni në një pozitë dashur vëlla, zyrtare. Nuk ki nevojë merr hakin tan, nuk ki nevojë masoraret me shku njerëz me u qit telashe nëpër firmat e veta. Në kenal, je polic, s'po të dënoj hoxhë ose nëse hoxha s'ka veç me ala xhenazën e babës, se s'përfiton për hoxhës kur gjë. Njëri është ose je mjek ose diçka merr hakin tan. Ja ec se çka punon ti për shkak i fshin xhamat, a mi fshish një ditë, jo nëse bën çaj puna 5 euro, mos edhe më marr 500 euro mua, mos ani namaz. Jo. Punon ai s'ka gale pa parë ki, çka punon mobilje. Çe më bën çështu një çoshe, ajo po ti më merr 20 euro, mos më marr 200 euro. Masorarit. Merr vëllahu kin tan.
Mos ma ngarka masani na mu, dia ta fala. Je polic, më dëna 15, 20, 50 euro, pasaj dhe masorarit, masani na kërkoj fali këto profesionet që i përmene, nuk pata ne qëllim. Po ne, apo dojmë me bo një shoqëri më të mirë. Qështu bo në shoqëria? Une ti folish edhe përmirësojmë, apo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këthy njerit borgjin ai, hala i paknaqen. Mos ja ngarko njerit. Lip hakin tanë edhe mos e ngarko. Edhe pejgamberi po thotë kamet kërkuj, çfarë mos me lyp ndim pi kërkuj se po ta nxjerrin xhinja. Ma mirë merr hakin tan, e jo masana tan jetën në umniun e borxh ndaj teje, se njerë ma ke bonit mirë se më ke marr pare, hakin tan, lyp vëlla hakin tan. Andaj është e rëndësishme kjo se pak në shoqërinë tonë për fat keq është e prek me kërkoj falje, por nuk kam qëllim ta prekja askand, sepse nuk du që dikush prej juve më uni keq me këto fjalë, për kundërazina me